Një vatër zjarri është përhapur mëngjesin e kësaj të martën në lagjen 15 tetorit të Vlorës. Zjarri ka rënë në një hapësirë me pemë të llojit pish dhe shkurre që gjenden në disa prej shtëpive të banuara në zonën në fjalë. Dyshohet se kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme për të pastruar atë pjesë të territorit nga barishtet dhe shkurret, por flakët po përhapen si rrjedhoje erës. Ndërkohë kanë bërritur forca zjarr fikse, të cilat po mundohen të shuajnë zjarrin. Kjo është vatra e dytë aktive e zjarrit që bie në këtë zonë ditët e fundit. Ndonse reforma në drejtësi u bë për t'i dhënë fund aferave, skandaleve dhe dallavereve në gjykata e prokurori. Në fakt, jo vetëm që kjo nuk ka marrë fund, por situata është bërë akoma edhe më keq. Gjyqtarët dhe prokurorët, jo vetëm që shohin nga xhepat, por tani një pjesë e madhe, pa diskutim ka edhe njerëz të ndershëm, janë duke bërë pazare me krimin. Rasti më flagrant vjen nga Durrësi pasi prokuroria ka pushuar hetimet ndaj Trifon Murataj të Bana King, i njohur edhe si mbreti i kokainës. Në portin e Durrësit policia zhvilloi disa aksione pasi në kontejneret e bananeve të kompanisë Ziko të Trifon Muratajt u kapën sasi të mëdha kokaine. Dosja më pas u mor nga SPAK, por si duket, në prapasken dosja ka shkuar në prokurorinë e Durrësit, e cila ka pushuar hetimet dhe këtë e ka vulosur në gjykat. Nëse shihet vendimi i cili mban datën 23 qershor 2026, justifikimi është skandaloz. Sipas prokurorisë, Bana King ishte viktimë e pastër e një tentative kontaminimi nga grupe kriminale ndërkombëtare dhe për këtë arsye, gjykata ka vendosur pushimin e hetimeve, por shembujt nga terreni tregojnë të kundërtën. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar publikisht lidhur me bojkotin e fundit të seancës parlamentare, duke deklaruar se deputetët e grupit parlamentar të PD kanë qenë kundër këtij vendimi dhe kanë kërkuar të përballen politikisht me kryeministrin Edi Rama në kuvend. Sipas Salianit, deputetëve nuk ju është lejuar pjesëmarrja në seancë nga Sali Berisha, i cili sipas tij është justifikuar me pretendimin se kishte shqetësime për protestuesit dhe hedhjen e vezëve, ndërsa arsyeja e vërtet është krejt tjetër. Në reagimin e tij Saliani pretendon se aktualisht po zhvillohen dy pazare në dëm të opozitës dhe qytetarëve, të cilat lidhen me reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Ai u shpreh se sipas vlerësimit të tij, Berisha nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret për ndryshimin e kodit zgjedhor, si dhe nuk ka ofruar një alternativë për mënyrën se si opozita duhet ta konceptojë ndarjen e re administrative të vendit. Saliani theksoi gjithashtu se sipas tij, kur opozita heq dorë nga përballja me qeverinë dhe angazhohet në marrëveshje për reformat, ajo humbet rolin e saj opozitar dhe kalon në një formë bashkëjetese politike me mazhorancën. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos ka vlerësuar progresin e bërë nga Shqipëria, pasi do të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Kos deklaroi se Shqipëria së bashku me Ukrainën, Moldavinë dhe Malin e Zi po shënojnë përparim të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian. Ajo ka pohuar vazhdimisht se zgjerimi betet një nga prioritetet strategjike të Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate që vjojnë reformat dhe përmbushin kriteret do të avancojnë më tej në procesin e antarësimit. Sot është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian, për herë të parë në më shumë se 2 dekada. Po zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë, 4 vende që kryesojnë procesin: Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Mali i Zi, po hedhin të gjithë hapat të mëdhenj përpara në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE. Me Ukrainën dhe Moldavinë po hapim klasterin e 6, i cili mbulon fusha si mbrojtja dhe siguria, ku argumentet për antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian janë veçanërisht të forta. Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave, ndërsa Mali i Zi ndodhet tashmë në fazën përfundimtare të negociatave formale, pasi ka mbyllur 18 nga 33 kapituj. Tani ky moment pozitiv duhet të shndërrohet në rezultate konkrete në terren, shkruan komisionerja Marta Kos në X. Në një intervistë për Euronews Serbia, ndërsa Shqipëria po hyn në muajin e 2 të protestave të përditshme, kryeministri Edi Rama ka zgjedhur t'i lexojë ndryshe ngjarjet në rrugët e vendit. Sipas tij, qytetarët nuk protestojnë sepse janë të pakënaqur me qeverinë, por sepse jetojnë më mirë dhe e kërkojnë edhe më shumë. Sipas kryeministrit, protestat nuk janë pasojë e krizës, por e suksesit të qeverisë së tij, pasi qytetarët kanë rritur pritshmëritë. Rama shkoi edhe më tej duke argumentuar se arsyeja kryesore e protestave është pikërisht fakti se standardi i jetesës është përmirësuar. Në fund të intervistës, kreu i qeverisë u ndal edhe tek ndryshimi i mentalitetit mes shoqërive të varfra dhe atyre në zhvillim. Ditë më parë u bë e ditur se mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi ka kërkuar nga gjykata speciale në Hag lirimin e tij me kusht duke ofruar garanci financiare 50.000 euro. Gjërsa lidhur me këtë janë deklaruar edhe nga gjykata speciale. Siç është bërë e ditur në kërkesën e mbrojtjes, thuhet se ish-presidenti Thaçi nuk paraqet rrezik të arratisjes, dhe ai ka ofruar garanci financiare 50.000 euro për siguruar lirimin e tij. Ndër të tjera, në kërkesë bëhet e ditur edhe për kushte të cilat ish-presidenti është i gatshëm të pranojë. Aty përveç garancisë prej 50.000 euro, thuhet se Thaçi nuk do të largohet nga territori i Kosovës, dhe se ai do dorëzoj pasaportën dhe çdo dokument tjetër udhëtimi. Po ashtu thuhet se Thaçi do të përmbahet nga bërja çdo deklarate publike, drejt për drejt ose tërthurëzi në media dhe ose në rrjetet sociale,
si dhe ai nuk do diskutoj për mbajtjen e çështjes së tij me askënd, përveç anëtarëve të caktuar të ekipit të tij të mbrojtjes. Një deklaratë e rëndë e ministres së administratës publike dhe vetëqeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović, ka shkaktuar reagime të forta, pasi ajo deklaroi publikisht se po të kishte patur lirinë e veprimit që kishte ish presidenti serb Slobodan Milošević, do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Gjatë një interviste të dhënë për median serbe Kurier, ministri i qeverisë Aleksandar Vučić u shpreh për të metat dhe butalallokun ton. Nëse do të kisha qenë e lirë si Miloševići, do ta kisha pastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998. Deklarata ka shkaktuar reagime të shumta pasi përdor termin spastrimi etnik për një periudhë gjatë së cilës forcat serbe kryen krime të rënda ndaj popullsisë shqiptare në Kosovë. Gjatë luftës së viteve 98-99, forcat serbe kryen vrasje, masakra dhe dëbime masive të shqiptarëve të Kosovës. Mbi 1 milion civil shqiptar u dëbuan me forcë nga shtëpitë e tyre, ndërsa mijëra të tjerë u vranë ose rezultojnë ende të zhdukur. Deklarata e ministres është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, duke nxitur reagime dhe kritika për gjuhën e përdorur dhe referimin pozitiv ndaj politikave të Miloševićit, i cili u akuzua për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Arti dhe kultura shqiptare janë në zi pas ndarjes nga jeta e aktorit dhe humoristit të njohur Todi Lupi, i cili u shua në moshën 78 vjeçare, një nga figurat më të dashurat e estradës së Fierit. Ai la pas një kontribut të çmuar në skenën e humorit shqiptar, ku për më shumë se 5 dekada u vlerësua për talentin dhe interpretimet e tij të veçanta. Todi Lupi u bashkua estradës profesioniste të Fierit vitin 1971, duke u bërë një prej artistëve më të spikatur të saj, me rolet e tij plot humor, personazhet autentike dhe përdorimin mjeshtëror të dialektit myzeqar. Ai fitoi zemrat e publikut dhe u kthye në një ikonë të humorit shqiptar. Përveç angazhimit në estradë, Lupi interpretoi edhe në disa filma artistik, duke lënë gjurmë edhe në kinematografinë shqiptare. Në vitin 89 ai u nderua me titullin artisti i merituar në vlerësim të kontributit të tij të gjatë dhe të çmuar në art dhe kulturë. Ndarja nga jeta e Todi Lupit përbën një humbje të madhe për qytetin e Fierit, kolegët miq dhe publikun shqiptar, i cili do ta kujtojë gjithmonë për humorin, thjeshtësinë dhe rolet që lanë gjurmë në historinë e estradës shqiptare.